Gjatë natës rreshtit e Borës janë rikthyer në zonat malore të vendit. Situata më problematike paraqitet në darkë të Korçës, ku trashësia e Borës ka arritur rreth 50 cm. Autoritetet po punojnë për pastrimin dhe kriposjen e rrugës, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillohen të përdorin goma dimërore dhe zinxhir. Në akset Libonik, Rëmbec, Plas dhe Korçë-Voskopoj, bura ka arritur deri në 8 cm dhe është shoqëruar me erë të fortë. Rreshtë e bure janë regjistruar edhe në akset Maliq-Gramsh dhe Ersekle-Skovik, 3 urat. Në Qaftan nuk do të lejohet kalimi i kamionëve për 3 orë derisa rruga të pastrohet nga borpastruesja në tokën maqedonase. Moti i rënduar ka shkaktuar edhe probleme me furnizimin me energji elektrike. Mbi 700 abonentë kanë mbetur pa drita, kryesisht në zonat Trebinj, Bishnicë dhe Dardhë për shkak të dëmtimit të fiderit të linjës në Podkozhan. Në veri të vendit, në bogë dhe thet të Malësisë së Madhe, mjetet borpastruese vijojnë punën për mbajtjen e akseve rrugore të hapura. Qarkullimi nuk paraqet problem, ndërsa po kryhet kriposje për të shmangur ngricat. Edhe qarku i Kukësit është përfshirë nga rreshtë e bore me intensitet të ulët. Të gjitha akset nacionale mbeten të qarkullueshme, me punime të pandërprera për pastrim edhe kriposje të rrugëve.